Andi, besoj e ndogje, Poli e mbështet analizën tek reflektimi që ka parë tek demokratët përsa i përket protestës. Nuk kemi zëra që thonë, digjo se ka një gjë që s'shkon për aq kohë sa këta qytetarë nuk mblidhen në shesh nga opozita, pra nga Partia Demokratike. Nisur nga kjo, Poli thot, nuk kemi për të parë rezultat. Dgjoj, Poli tha shumë gjëra dhe kemi vite që debatojmë me Polin dhe nuk do bim dakord, por thoni që protesta për Partia Demokratike nuk i mbledh dot zëra. Shtroj një argument. Po jo, e thash pak me shaka se janë çështje që i bisedojmë ndër vite, nuk e thash me shaka. Dgjoj, unë në shkrimet e mia ndër vite gjithmonë kam pasur gjithmonë të njëjtën linjë, e cila është në radh parë nuk i takon një partie politike që t'i mbledh njerëzit shesh. Kjo në çdo shoqëri demokratike është shpesh e cila bie mbi trupat e ndërmjetën, mbi OJF-t, mbi sindikatat, mbi elementet shoqërisë të cilat mbledhin për katësive politike. Jo, po a më kërkove mendimin tim. Mendimi mos jemi shumë teorike, se ne dimë se si funksionon Europa. Është teorike, e di pse nuk është teorike, sepse shpesha e di pse Berisha ja ka futur. Andi më fal, thua që Berisha ja ka futur kod që i ka thirrur. Po s'të ndërpreva. Do të thënë gjithë to. Poli, unë s'të ndërpreva. Po për vetë ta mbaroj, po tani unë po mendoj, shpresoj se mund bëjmë debat pa ndërprer njëri tjetrin, se mi të dy online. Kur të mbaroj, Poli, skrit edhe ti. Okej. Pra, kur i kërkohet Partisë Demokratike ndër vite që të mbledh njerëzit në protestë, i kërkohet të bëjë një sforcë e cila është shumë e madhe dhe Partia Demokratike duhet ta bëjë për shkak sepse trupat e ndërmjetëm nuk funksionojnë në Shqipëri. Në atë protestë është plot me antarë të Partisë Demokratike dhe kjo është në nderin tonë. Ju thoni që nuk dëgjojnë zërat, nuk bëjnë, por është diçka shumë pozitive që Partia Demokratike dhe antarët e saj mbështesin protestën pa kërkesë për ta përfituar, për ta përvetësuar atë, sepse tregojnë sinqeritetin e kauzës ndër vite. Unë pavarësisht nga një thirrje që mund bëhet kundra partisë në atë protestë, unë përsëri do të jem aty. Sepse në protestë thuhet Rama Burg, Berisha Burg. Po disa thon, po disa jo nuk thonë. Pra është e vështirë në momentin që ne po flasim, që të jemi absolutisht të qartë për gjithë personat që na dëgjojnë. Është e pamundur në momentin që ne po flasim të dimë se çfarë përqindje e asaj proteste është kundra PD-s, është kundra partive të tjera. Mos luaj me shifra. Jo, po ju jeni gazetar. Atëherë cila është, dhe ju jeni gazetar, normalisht ka një procedurë për të thënë një lajm, në cila është procedura e ndjekur nga gazetarë në Shqipëri për të thënë që protesta është kundër zotit Berisha, apo kundër Partisë Demokratike, sepse nuk mjaftojnë. Nuk e thash këtë.